Hapja rrugëve në zona të ndryshme të qytetit të Shkodrës nga ndërmarrja e ujësjellësi dhe kompanitë të ndryshme kablore pa i rikthyer në gjendje të mëparshme, është kthyer në një fenomen të përsëritur prej vitesh. Për këtë kronik u filmua gjendja e rrugës Fahri Ramadani nga Shkolla e Muzikës deri te kullat italiane drejt Kirasit, si dhe rruga Nazmi Kryeziu në lagjën Naim Gjylbegu. Përfshirë dhe kryqëzimin në Ulla Kryq në unazën perëndimore të qytetit. Në këtë rrugë ka segmente të shumta ku automjetet qarkullojnë me vështirësi, pas janë hapur për të kryer punime, por më pas nuk janë asfaltuar. Si pasojë, vështirësohet ndjeshëm qarkullimi, jo vetëm për automjetet, por dhe për qytetarët e këmbësorët, në veçanti për personat me aftësi të kufizuara. Shqetësimi jonë janë rrugë, kanalizimit që janë prish, se unë jam invalid, edhe ka mundësi me rregullu rrugë, ose për këtë motor që kanë të prishun. Ai kanë të prish në kretë grumull, po asfaltu. Bashkia, mundet, kryetari i bashkisë, ka lulle tonë Shkodrën, e mos me boj e ta pjesë, dvogla, a i ka mundësit, me i kap në punësit e vetë, që ti rregullojnë të gjonat, që se e kam prish motorin. Historia e hapjes së rrugëve për punime dhe më pas lënia atyre në gjendje të mjerueshme është e njohur prej degatash në Shkodër. Ujësjellësi dhe kompanitë kablore e kanë kthyer në mod të praktik, pa përjashtuar se OSHE apo firmat e ndërtimit që ndërhyjnë në rrugë, dhe pse ligjërisht janë të detyruar që sapo të përfundojnë punimet të rehabilitohen dhe të asfaltojnë segmentin e dëmtuar. Në praktik kjo ndodh. Këtu ka përgjegjësi dhe pushteti vendor, pasi me apo pa dashje është treguar i pafuqishëm për të kërkuar llogari kompanive që nuk i reparojnë këto dëme. Kjo rëndon drejt për drejt mbi cilësinë e jetës së qytetarëve.